Në një kohë kur traditat rrezikojnë të harrohen, Eli Zhulati nga Gjirokastra mbetet një nga gratë e pakta që i qëndron besnike trashëgimisë son kulturore. Prej më shumë se 20 vitesh, ajo që ndis me kujdes dhe pasion kostume popullore duke ruajtur me fanatizëm elementët autentik të veshjeve të zonës. Dashurin për këtë art të rrallë e ka trashëguar nga nëna e saj, e cila dikur merrte pjesë çdo vit në festivalet folklorike që zhvilloheshin në qytetin e Gurt. E rritur mes ngjyrave, motiveve dhe ritmeve të traditës, Eli e ndjeu që herët thirrjen për të bërë pjesë e saj. Në vitet që pasuan, nevojat familjare e shtyn ta kthej këtë pasion në profesion. Ajo nisi të punojë pa pushim, duke kthyer çdo copë hur në një dëshmi të historisë dhe identitetit shqiptar. Sot, punimet e saj janë të kërkuara nga koleksionistë, artistë dhe adhurues të trashëgimisë kombëtare. Po kjo është një porosi, është një vajzë që është me studime në Angli dhe ajo e do për ditën e përfundimit të studimeve për këtë vit, se nuk dua të them mbaron studimet komplet apo jo, edhe ajo e do për ditën e fundit të vitit mësimor. Po ashtu janë edhe shumë porosit të tjera nga shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve të Shqipërisë, qoftë për ditët e tyre më të bukura të jetës, siç është ceremonia e dasmës, ku çifti vishet me kostumin tradicional, po jo vetëm, janë edhe të tjerë shqiptarë që bëjnë porosi për ta patur gjatë fundvitit për festimin e festave kombëtare shqiptare. Ata janë, fillimisht kanë ardhur individ, pastaj janë bërë shoqëri, dikush porosit jelekun vetëm, dikush porosit kostumin të gjithin. Ka edhe individ, se nuk duhet të themi vetëm shqiptarët, po ata si duket kanë atë pjesën e nostalgjisë dhe ndërgjegjësimi i tyre është bërë goxha i lartë. Po kemi edhe djemë dhe vajza që jetojnë brenda vendit, që dhe ata ose për aktivitetet e tyre ku bëjmë pjesë në grupe folklorike apo klipe të ndryshme të tyre, se tani na u bën shumë këngëtar dhe shoqër që i kemi, por edhe për ceremoninë e dasmës të tyre, po jo vetëm, përveç se çifti porosit, pjesa tjetër e dasmorëve marrin me qera. Si të thuash, kjo ka ardhur gjithmonë në rritje dhe ne tani behari është intensiv. Se vinë edhe me pushimet huajt, po edhe të huajt, vinë me pushime shqiptarët, por sjellin edhe shok të huaj, ku ata kanë jetesën. Kryesisht e din se çfarë duan apo të marrin dhe ty një mendim? Shiko, dëshira e parë ose e thënura e parë e tyre është ja dua një si kjo këtu. Dhe unë jam e detyruar ta pyes nga je. Se nëse është nga lushnja nuk ka sens të ketë për mua le ta bëj. Nuk ka sens të bëj kostumin e Gjirokastrës, po themi kështu. Edhe bjem në konsensus. Nëse vërtet ai është i vendosur për atë çka shikon këtu, i bëhet ajo që është këtu. Nëse e ha diskutimin për të bërë të lushnjës me qezum në gojë, i bëhet e lushnjës, ka diskutime, ka nga ta që vinë me fotografi të gjyshërve apo të prindërve, ditën e tyre të martesës, apo ceremoni të ndryshme fetare, që ata kanë pozuar dhe duan të bëjnë kostumin sipas fotografive që ka. Nuk mund të themi që s'është e vështirë, po është më pak e vështirë se sa fillimet e mia, sepse zmadhohen fotografit në kompjutera, del qartësisht atje figura, fotoa, pastaj ne përshtatim në përmasat trupore të personit që bën porosin. Dita time është e gjatë, muaji tim është pa ditë diel në kalendar. Tani kjo që thatë ju është e vërtet që pazari e ka humbur atë, sepse të gjithë vrapojnë te leku i shpejt, megjithatë ka interes nga individ të veçantë, kryesisht femra, për punën time, të punishtja time, kanë interes, por nuk ju zgjat shumë ajo vlaga e interesit të parë. Në fal bashkisë, unë po bëj gati 2 vjet që jam instruktore tek Qendra Kulturore e Fëmijëve, ku kemi ngritur një grup të qëndisjes tradicionale dhe themi se vit pas viti, se kuptohet vajzat do rriten dhe do ndjekin etapat e shkollimit të tyre, po diçka do marrin, diçka do mbetet edhe për këtë zanat. Po duhet shumë punë për të kthyer, tani është e pamundur të mundësh tërë këtë
pazar dhe tër këtë mall që ka hyrë, ta mundësh me artizanat. Mundohemi që edhe gratë që punojnë në shtëpira, punët e tyre të kenë kryesisht një premtim, po themi se jemi drejt finalizimit për hapjen e një qendre modeste të artizanatit tradicional, ku ati do të jenë përveç eksperiencave që mund të marrin vizitorët e ndryshëm për teknikat që atje do jenë të ekspozuara, qoftë kostume, apo drugdhëndje, apo punime me grep, apo punime të zjan, nuk e di se si do formulohet kjo gjë, në varësi dhe të ambientit që do na jepet në dispozicion. Përveç thash eksperiencave dhe eksperimenteve që ata do bëjnë në këto zeje, atje do ketë të ekspozuara edhe produkte artizanale të grave që punojnë në shtëpira. Themi se kjo do jetë një celul, po e themi kështu, për sensibilizim edhe të atyre që e fillojnë me vrullë dhe pastaj zbehen rrugës. Eli Zhulati nuk është vetëm një artizane, ajo është një mbrojtëse e vlerave tona dhe një frymëzim për brezat e rinj që duan të qëndronë pranë rrënjve të tyre. Eli Zhulati nuk është vetëm një artizane, ajo është një mbrojtëse e vlerave tona dhe një frymëzim për brezat e rinj që duan të qëndrojnë pranë rrënjve të tyre.